Vlonjati që takoi UFO-t në Shqipëri. Po, një ngjarje që dëshmon njeriu në fjalë, vet ai. Kemi kohë që kontaktojmë bashk, ai nuk gjendet më në Shqipëri, por do t'ju them arsyet se përse, si shkuan ngjarjet më vonë dhe përse ai u largua nga Shqipëria. Kemi dëgjuar shumë për UFO, për alien dhe për kontakte me forma të tjera jete, por historia në fjalë është vërtet unike, sepse përveç dëshmive, ky zotëri nuk ka lidhje fare me UFO-t dhe as që nuk i interesojnë këto gjëra. Por historia është kaq absurde dhe kaq e çuditshme, saqë unë jam i bindur që do t'ju pëlqej dhe do lini komentin tuaj sepse padyshim edhe të tjerëve u kanë ndodhur raste të tilla. Kush është rastësisht i gjithmonë le t'i bëj like faqes shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për e bashkë. Në vitin 2002, zotëria në fjalë ishte djalosh i ri. Dhe në atë kohë, meqense ishte i përgatitur dhe kishte bërë kërkesa për në polici, u fut në policinë e shtetit. Mirë po, aty në policinë e shtetit, që në muajt e para, filloi që t'ishte i privilegjuar, sepse është një djalë vërtet me norma. Unë nga mënyra se si më shkruajtje, kuptova menjëherë që është djalë jo vetëm i zgjuar, por di dhe deri ku mund të arri kur flet për një argument, ose kur flet për një njeri që i njeh mirë këto argumente, ose edhe që nuk i njeh. Në vitin 2002, si që thash, ai u fut në policinë e shtetit dhe shumë shpejt, për një kohë shumë të shkurtër, pra në vitin 2004, mos gaboj, ai u fut në shërbimet sekrete. Po, në shërbimet sekrete, por e spostuan diku tjetër, nuk dua të them shumë gjëra sepse më ka thënë që të mbetet anonim, për arsye që do t'ju them më vonë, dhe si përfundim, ai u shkëput nga Vlora dhe shkoi në një vend tjetër. Ndejti atje disa muaj, 6 muaj e ca, dhe pastaj e dërguan sërish në Vlorë. Por në Vlorë e dërguan për disa detyra të caktuara. Edhe pse nuk lejohet shpeshherë, por meqense ai ishte i përgatitur dhe kishte shumë informacione për disa gjëra, e lan aty në Vlorë që ai të operonte aty. Dhe siç tregon edhe ai vet, në shumë raste e dërgonin për shembull edhe për raste urgjente. Po e përsëris edhe njerë. Ai edhe pse ishte në policinë e shtetit, ishte në shërbime sekrete. Dhe në një moment, në një mbrëmje, nuk ishte natë, por ishte mbrëmje. Me fjalë sapo kishte perënduar dielli, e tregon shumë bukur. E morën në telefon. E morën në telefon dhe i thanë se ku duhet të shkonte. Ai shkoi pranë Zvërnecit. Të gjithë ju e dini se ku gjendet aty, por në një fush aty të Zvërnecit i thanë se ku duhet shkonte. Por çudia e kësaj historie është që ai kur shkoi atje i thoshin se çfarë duhet të bënte, sepse në atë kohë kishte telefona, po flasim për 2005. Dhe i thanë që nuk duhej të afrohej sepse një objekt i pa identifikuar ishte shfaqur në zonën e Zvërnecit. Vetëm kaq i thanë, dhe që duhet të shkonte aty. Ky ishte, le të themi, drejtuesi dhe kishte edhe 2 të tjerë që ishin me të. Që të 3 e panë. Panë që ishte një objekt në formë sferike, i rumbullak. Pra, jo gjithmonë siç e tregojnë, siç thotë, sepse e thot saktësisht kështu. Me një fjalë, jo pjatë, por i fryr pak sipër dhe poshtë, shumë. Më i fryr nga ato çka duket shpeshherë nëpër filma apo si e pikturojnë disa objektet UFO. Dhe ai tregon që duhet vetëm të qëndronin në distancë dhe të vrojtonin se çfarë duhet të bëheshin, do të bënin. Çudia e kësaj historie është që një makinë vjen dhe afrohet rreth 100 metra larg nga ky objekt. Nga objekti dalin 2 tipa. Dhe nuk ishin tipa, si po themi, njerëz normal, sepse ecja e tyre ishte shumë e çuditshme, siç thot ai. Tani unë nuk e di, thot ky, nëse ajo që pash unë ai imazh që pash unë të këtyre të dyve që zbritën nga ky objekt, sepse kujdes, unë arrita, siç thot, sepse e kam pyetur me 10 herë, sa herë që kam folur për këtë, sepse më intereson objekti UFO dhe për më tepër në Shqipëri. Dhe ai thot, unë kur shkova e gjeta aty, në vend. Pra nuk kishte zhurmë, që unë të dëgjoja që ishte një objekt që bënte zhurmë, por thjesht një objekt që rinte aty. Dhe kur arriti kjo makinë, një makinë e zezë, Jeep, si thot ky, një tip Cherokee,
i zi, u afruan dy të tjerë, ishin 4 që është e vërteta brenda këtij gjipi, por 2 u afruan dhe shkuan te këta njerëzit që zbritën, këta tipat që zbritën nga objekti. Pra nga objekti i çuditshëm UFO, le të themi. Pse them UFO? Sepse do t'ju them në fund çfarë ndodhi. Dhe u hapën disa shkallë, me një fjalë, ai pa objektin, kur u afruam, tha, vetëm e vëzhgonim nga larg, dhe sikur ai objekt, sikur të bënte një interakcion me ne, sepse sikur e dinte që ne me dylbi po shihnim se çfarë do bëj. Dhe ne me dylbi po e shikonim. U hap, sikur të ishte një karrelo, si e quan ky, dhe zbritën këta të dy. Të dy që zbritën ishin rreth 2 metra të gjatë, të hollë, komplet hollë, kokën të hollë fare, qafën shumë të hollë, dhe të gjatë me gravata. Dhe të dy kishin gravata të kuqe. Pra, këta të dy kishin gravata të kuqe, këmisha të bardha dhe kostum të zi. Dhe ishin shumë të dobët me pantallona të gjëra dhe xhaket të gjërë. Pra, një mënyrë veshjeje që më bëri shumë përshtypje, që unë mendoj, si thot ai, unë mendoj sepse kam lexuar thot ai shumë, që mund të ishte edhe një kamuflim, një si mund të quhet, një formë gjoja që ishin të veshur, por mund të kishte diçka tjetër brenda atyre tipave, si thot ky. Nuk zgjati shumë dhe ne donim që të afroheshim. Në fakt, urdhri ishte që mos të afroheshim, por unë isha kurioz thot ai dhe doja të afrohesha. Dhe ç'po më tha, unë nuk doja, se nuk mund të shkoja tha në këmbë. Ishin distant. Vetëm këta ishin ai xhipi me këta 2 të tjerë, që 2 mbetën tek xhipi dhe të tjerët ju afruan, këtyre të dyve, ishin 100 metra. Por ne tha ishim shumë larg dhe i shikonim me dylbi. Në kohën që unë u afrova për tek makina, tha, dhe doja të shikoja sërish me dylbi, tha, u veshën dylbit, sikur ose unë tha, nuk e di, ose syt ose dylbit, u veshën. Me fjalë, unë nuk mund të shikoja dot, dukesh e gjithë me, si thon, sfokato, si e mjegullt. Çdo gjë e mjegullt. Ishte çudi sepse unë sapo shikoja tha me dylbi. Tani u kërkova ndihmë shokëve të mi, thash, hajde një pak, tha se ka një problem, unë nuk po shikoj, tha pse nuk mundem të shikoj. Edhe ata nuk mund të shihnin dot. Lere i thoshte njëri këta mos u afro. Jo, unë do shkoj. Hipin makinë, bën që të ndiste makinën, nuk ndizej makina. Dhe unë tha nuk kisha kohë, tha, nuk doja që të humbisja kohë që të shikoja se çfarë do ndodhte. Dhe kur aty siç ishim në makinë, tha, po shikonim. Por po shikonim me sy, tha, dhe nuk mund të shikonim dot me dylbi. Sikur dylbi tha u veshën dhe nuk mund të shifje më, ose sikur u prishën. Por prisni, sepse sapo këta u larguan, ata me makinë u larguan, ky objekt tha, u ngrit pak nga toka, por pak, me shumë ngadalë, dhe pa bërë asnjë zhurmë, absolutisht, dhe pastaj tha, me një shpejtësi marramëndse, por me njëherë tha kështu, mund të ketë qenë të qindrat e sekondës, u ngjit sipër në qiell. Dhe kur arriti në një distancë, tha që duke një pikë e vogël, tha, sepse duke lart, aty si qëndroi pak aty, tha, edhe nga ana tjetër dhe iku. Pra kjo ishte lëvizja, tha, që bëri, tha, që që të gjithë e kuptuam, jo vetëm unë, por edhe shokët e mi, tha, kolegët, e kuptuan, tha, që ishte një objekt UFO. Tani, se kush ishin këta që u takuan, se kush ishin ata që zbritën, se çfarë ishte ky, ai nuk ka asnjë shans, nuk e kupton, nuk di fare. Por prisni, me kalimin e minutave, provuan prap ato dylbit, shihnin shkëlqyshëm. Çdo gjë ishte në rregull, të gjithë shikonin mirë, nuk e lëvizën fare as majt as zgjat, as atë fokusin ta bënin më shumë apo më pak, dhe shikonin në mënyrë të përkryer. Ditën tjetër e spostuan nga aty. E spostuan, nuk i than asgjë, vetëm do shkonte në vend tjetër, quan në Tiranë. Dhe në Tiranë aty, pas një farkohë, ai thot që më duke sikur më gjurmonin. Dhe gabimi im, sipas gjasave, tha, me sa kuptova unë, se askush nuk më tha asgjë, ishte që unë tentova që të thyeja urdhrin. Pra, unë doja që të kuptoja se çfarë ishin ata, çfarë ishte ai objekt, çfarë ishin këto gjëra. Dhe kjo bëri që unë të isha
le të themi tha, jo i privilegjuari, por të ishe ai i kontrolluari. Dhe aty tha, u detyrova që t'ike, sepse kisha frikë se mos më vrisi, mos ndodhte ndonjë gjë. Ishte një moment shumë delikat. Dhe unë tha, deri në vitin 2007 ta kam çikshu. Në vitin 2008, me sa kuptova, ai iku nga Shqipëria dhe shkoi në një shtet evropian dhe punon punë normale, nuk punon në policia apo me shërbime, ku ta di unë, por pse më kontaktoi ky djalë, Blonjati? Më kontaktoi sepse thash mënyrën se si kishte shkruar herën e parë, më bëri përshtypje dhe pastaj filluam që të komunikonin dhe i kërkova numrin. Pastaj thash hajde. Edhe filluam të flisim me WhatsApp. Ai gjatë kohëve, pra gjatë moment sepse kështu e filloi, ai nuk më tha që në fillim këtë histori, më tha më vonë. Ai thoshte që kishte halucinacione. Dhe ai thotë që kam halucinacione dhe nuk di t'i shpjegoj. Tani, unë i quaj halucinacione, thot ai, por ti që je më shumë ekspert, që je brenda këtyre historive, do të lutesh edhe më sugjero ose më thuaj se çfarë është. Ai shpeshherë kur del për shembull edhe nëpër qytet, ndonjëherë shikon disa objekte në qiell, objekte që të tjerë nuk i shohin. E ka provuar dhe me shok, me shoqe, është i martuar tashmë, po kur ishin të fejuar i thoshja ti me shoqe, thot shiko, shiko, ky është një objekt. Ajo thoshte unë nuk shoh gjë. Tani ne e dim shumë mirë që senset tona janë tepër të limituara dhe nuk besoj që ky të jetë se është krejt normal. Pse mund të japim konotacionin si një i çmendur njeriu që shikon diçka që sytë të tjerëve nuk i shikojnë. Do t'ja them pse përse. Për shembull, ata daltonët i njihni, keni dëgjuar për shembull, ka njerëz që shikojnë ngjyra në qiell. Kështu nga hiçi. Ose ti kur flet ose kur lëviz, shikojnë ngjyra për rreth teje, ngjyra ose mënyrën kur flet ti shikojnë ngjyra. Bile ka disa objekte i shndërrohen në shije e të tjera akoma. Pse po e them këtë? Sepse senset e njeriut ne nuk i njohim. Dhe ata që kanë sense më të zhvilluar ose ndryshe nga normalja, nuk mund të themi që janë të çmendur. Nuk mund të themi që nuk ekziston ajo që shohin ata. Po sikur, ajo që shohin ata të jetë e vërtet dhe kjo që shohim ne të mos jetë e vërtet. Po sikur. Pse duhet të insistojmë ne që kjo që ne shohim është e vërteta absolute? Pikërisht pra, për këtë unë them që jo vetëm kjo, por ai thotë që përveç këtyre shfaqjeve të disa objekteve të çuditshme, ky djaloshi nga Vlora, që tani është burr, i martuar me fëmijë, thotë që për mendimin e tij e kanë rrëmbyer disa herë, sepse ai në trupin e tij ka gjetur shpeshherë shenja, në disa raste ka bërë ëndra të çuditshme dhe më ka kërkuar dhe insiston akoma sot që t'i bëjmë një hipnozë regresive me doktor Gennaro Pepe. Dhe unë i kam premtuar që ai kur të vinë në Itali do ta çoj tek doktori që të bëj, megjithatë në një ditë vetme nuk bëhet hipnoza dhe nuk nxjerr gjë, duhet të jenë të paktën disa javë për disa herë, sepse duhet edhe relaks gjatë momenteve që përgatitet. Dhe unë shpresoj që ai të rri të paktën 2-3 muaj në Itali, që të shkojmë dhe ta testojmë se çfarë me të vërtet ka patur. Por ju garantoj që me ato të dhëna që ai ka, siç i thash edhe doktori thotë që është e garantuar, thot, 1000% që atë e ka rrëmbyer disa herë, sepse njerëz shumë, përqindje e madhe shumë njerëzve janë rrëmbyer, por nuk e din. Në të vërtet nuk e din, janë rrëmbyer nga disa forma të tjera jete dhe thjesht nuk e din, sepse duket sikur heqin memorien. Megjithatë, unë do të vazhdoj akoma që t'ju lexoj, kështu që kush ka histori të tilla ose të tjera histori të çuditshme, të më shkruaj në privat ose në emailin tim nadirmura@gmail.com dhe dëgjojmë sërish. Ju faleminderit që jemi për bashkë, ju përqafoj.